Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin ton Intervist. Sot ndodhemi në ambientet e bibliotekës së shkollës fillore Mahmut Lekiq në Tuzë, ku do të flasim për dashurinë ndaj letërsisë shqipe, fuqinë e fjalës artistike dhe suksesin e nxënësve. Të ftuara sot kemi profesoreshën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, zonjën Sidorela Berishaj, e cila me përkushtim dhe profesionalizëm ka përgatitur nxënësit për interpretime letrare, si edhe veçanërisht në nxënësën e saj të talentuar Shpresa Shabaj, e cila gjatë muajve nëntor, por edhe në dhjetor gjithashtu, ka marrë pjesë në disa evente dhe konkurse letrare, duke u shpallur fituese në interpretimin e vjershave nga autor të shquar shqiptar. Unë do ta filloj me njëherë me Sidorelen. Përshëndetje Sidorela dhe faleminderit që pranove ftesën fillimisht nga televizioni Bojnë. Përshëndetje Nevila, kënaqësi të jem pjesë e emisioneve tuaja dhe të falenderoj për ftesën. Atëherë do të flasim për letërsinë. Si përgjillni ju poezitë dhe autorët shqiptar për interpretim dhe sa ka rëndësi që nxënësit të njihen që herët me letërsinë kombëtare? Duke qenë se edhe pjesa e punës, lidhja me nxënësit, mësimdhënia, ne na kyç drejt për drejt me autorët, të cilët janë të letërsisë kombëtare shqiptare, por ashtu edhe të letërsisë së huaj. Dhe ajo që është më e rëndësishme është pjesa e kyçjes së nxënësave dhe duke i mësuar ata që në moshë, biles mund të them që në moshën e hershme ose më të vogël, sepse letërsinë kombëtare ata fillojnë ta bëjnë edhe në ciklin krejt të ulët, domethënë që prej klasës 3 dhe të 4. Kështu që ne vazhdojmë këtë pjesën e plan programit dhe mendoj që është vlerë për ne që të nxënësit e transmetojmë atë fjalën e bukur, nxënësit e marrin fjalën dhe gjitha ato të cilët na e kanë lënë shkrimtarët tanë, kombëtar si Gurthemel shumë të rëndësishëm dhe që ne sot i përcjellim ato fjalë, ato poezi, ato vjersha brez pas brezi. Sa e rëndësishme është kyçja e nxënësve në këto, po themi, konkurse letrare, apo gara, apo sido që t'i quajmë, mendoj që përbën një pjesë shumë të rëndësishme, sepse përveç pjesës mësimdhënies, në fakt, ne kemi edhe aktivitete jashtë shkollore, të cilat si shkollë shpeshherë marrin pjesë në gara të ndryshme, në evenimente të ndryshme dhe mund ta them me krenari dhe kënaqësi që në shkollën tonë ka nxënësa shumë të talentuar. Nuk do thot vetëm në fushën e letërsisë, por ka nxënësa që janë talente edhe në fushat e tjera. Dhe mendoj jo vetëm për shkollën, por edhe për pikërisht për ata nxënës të cilët janë pjesë e këtyre aktiviteteve, mendoj që i jep atyre një stimul dhe një motivim që ndoshta pse jo edhe në të ardhmen ta kenë si pjesë, ndoshta edhe të studimeve të tyra, apo ndoshta edhe si pjesë e profesionit, sepse asnjëherë nuk i dihet. Por mendoj se ne si mësimdhënës duhet jemi, po themi, roli kryesor ose roli kyç që duhet me patjetër t'i motivojmë dhe t'i stimulojmë nxënësit të bëhen sa më shumë pjesë e këtyre aktiviteteve, sepse që në mosha të vogla ata vetëm se e fitojnë atë vetë besimin kur dalin para një, po themi, në një garë, apo edhe sikur edhe para një aktiviteti që themi në shkollë, brenda shkollës, por edhe kudo tjetër. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa e vetë besimit, si fillim po e themi. Kjo është edhe, mendoj, ajo që duhet të punojmë shumë, që të arrihet një rezultat. Duke qenë se e ndërlidhje dhe këtë talenti është dhuratë, por puna ja jep suksesin e duhur. Mirë, atëherë të kthehemi tek muaji nëntor. Pra, gjatë muajit nëntor ju keni zhvilluar disa aktivitete, pra keni qenë pjesëmarrëse në konkurse të ndryshme. A mund të na flisni pak rreth këtyre ftesave që janë bërë pra nga gara të ndryshme dhe gjithashtu se si e përgatisni ju shpresën që të marrë pjesë në këto konkurse? Patjetër që
Po, atëherë që të vim deri tek konkursi ose deri te përgatitja, si fillim ne si shkollë i kemi edhe garat brenda shkollës. Edhe kjo pjesa është shumë e rëndësishme që mos të bëjmë dallim në nxënës, por ne i përzgjedhim aty ku, po them, të gjithë mësimdhënësit pjesa aktive të gjuhës shqipe, ku japim mësim nëpër klasa të ndryshme, i përzgjedhim nxënësit që shohim se me të vërtetë kanë talent në interpretim dhe në recitim, dhe ajo garë brenda shkollës pastaj bëhet përzgjedhja, është juria që e vendos, dhe shpresa është një ndër nxënëset e cila ka fituar edhe garën brenda shkollës, që të marri pjesë në çfarëdo lloj ftese që na vjen ne si shkollë, pastaj në kompeticione apo garat e tjera të cilat i kemi jashtë shkollës. Si vjen deri tek përzgjedhja? Duke qenë se është viti 2 të radhës që unë japim mësim shpresës, edhe mendoj që unë si mësimdhënëse, por edhe mësimdhënësit e tjerë më përpara, e kanë parë këtë talent të cilin e ka shpresa, është i lindur, mendoj që është i lindur dhe ne duhet të punojmë fort që të japim jo vetëm shpresës, por se cilit nxënës të japim vullnet dhe motiv që ata me kënaqësi, me krenari dhe me besim të madh të dalin para çfarëdo lloj gare që mund të jetë. Duke qenë se edhe në orët e mësimit, e shoh se shpresa ka një interesim të veçantë sa i përket letërsisë. Dhe përgjigjet është e gatshme në çfarëdo lloj, po flas analize letrare, për personazhe letrare, edhe e ka përveç pjesës së recitimit, mendoj që është e mirë edhe te pjesa e analizave. Kështu që ne e kemi përzgjedhur, pastaj këtë vit po, muaji nëntor është, mund e themi edhe muaji i festave, të cilat në fakt na koncidoi edhe me aktivitetet të cilat i kemi pas ftesat nga Fondacioni Studenti, me thanë, ne ishim si pjesëmarrës në atë garë në Ulqin, dhe shpresa mendoj që dha maksimumin e saj, megjithse, siç i thonë, e mira nuk ka fund, duke qenë se është garë, kuptohet se duhet të jetë një përzgjedhje, dhe ato përzgjedhje bëhen, besoj që ka qenë edhe një juri shumë profesionale, këtë as nuk e vej në dyshim, por gjithmonë në këtë aspekt shpeshherë a them edhe nxënësve edhe shpresës, nuk është me rëndësi gjithmonë a duhet me patjetër të dalësh me një çmim, por është me rëndësi që ti je pjesëmarrëse, je përzgjedhur nga shkolla si diçka ose si një nxënës që është veçuar, do me thonë, shpresa është veçuar nga nxënësit e tjerë, pikërisht nga shkolla, dhe ka marrë pjesë në atë garë në Ulqin, dhe mendoj që është parë edhe nëpërmjet kamerës së televizionit tuaj, besoj që ka kanë një performancë mrekullueshme e shpresës, me poezi në trëndafili i Çamërisë. Pashtu, në muajin nëntor, ne ishim pjesë e garës edhe në nivel shtetëror, në qytetin e Nikšićit, ku pjesëmarrës kanë qenë nxënës me qindra nxënës nga të gjitha qytetet e Malit të Zi. Dhe ne kemi marrë pjesë me një poezi nga Noli, që me të vërtetë është një poezi që kërkon interpretim, kërkon një nivel, po themi, që mendoj se shpresa e ka mjaftueshëm në, po themi, si pjesë të talentit të saj, dhe nga ajo garë ne u veçuam si me çmimin special, dhe besoj edhe shpresa dhe unë edhe shkolla ndjehemi krenar për pjesëmarrjen një herë, pastaj edhe për çmimin. Shumë mirë. Atëherë t'i kthehemi shpresës. Ajo e cila ka interpretuar gjatë muajit nëntor, pra në këto evente që përmend edhe ti. Shpresa, mund të na thuash se cili ka qenë momenti më emocionues, pra mund të flasësh pak për emocionet e tua kur ke dalë para publikut për të interpretuar 2 poezitë e tua me të cilat edhe u vlerësove? Po, momenti më emocionues për mua ishte momenti kur e ndjeva emrin tim, cili u shpërball si fituese. Isha shumë krenare në atë moment, dhe unë ndjeva shumë e gëzuar.
Mirë, atëherë kush të mbështet ty më shumti në këtë udhtim të bukur të letërsisë? Familja, mësuesja, pra profesoresha juaj Sidorela, shoqet? Po, më mbështesin fillimisht familja, më mbështesin me besimin e tyre tek unë, po ashtu arsimtarja e gjuhës shqipe. Ajo shumë më ndihmon me të gjitha, po thuaj kur kam unë nëse nuk kuptoj ndonjë mos marrëveshje ose diçka. Më ndihmon shumë, është shumë e lehtë me anën e arsimtarës, po ashtu më mbështesin edhe shoqëria. Jam shumë e falenderueshme për të gjithë. Mirë, atëherë kur recitoni poezi, pra vjersha të ndryshme nga autorë të ndryshëm shqiptar, çfarë ndjen ti më shumë, gëzim, emocion apo të dyja së bashku? Të gjitha nga pak. Fillimisht mendoj se ndjej emocion sepse janë ato mendimet, a do ta harroj ndonjë rresht apo ndonjë varg ose diçka, por mbasi ja nisi të interpretoj, mendoj se ato ndjenjat të gjitha ato hjeken nga unë dhe sigurisht me gjithë shpirt e interpretoj poezi. O trëndafil i çamëris, të qavë bota, unë da bota jonë, e unë shpeshu tërpërova për para fletës së barë, që më desh të mbush me shkrinjat e zeza të pa fuqis. U tërpërova për para leut, pa mëm, e mëmës pa vlese, njëra pa tjetërën, nuk bejnë dot, më më le. Po një natë në ëndër, me përshpëritet ca fjalë të qëmoqme. Me the, jemi tre, unë, ti, e Limbia. Po nëse vjen, Limbien do ta mund me ty. E nëse nuk vjen, Limbia do t'na mund. Të dy, të thash, jam me ty, po flasim me një zë, po. Ndraiku, ne sishim një. 27 që shoj, 27 plak në shpirtin njërsor. Ky muaj që ndanë mesin e vitit, me bën ta kujtoj ditën kur të ndahet, trupi prej shpirtit. E unë, trupin nuk vale do ta manet. Se ta kon leut, as shpirtin nuk vale do ta manet. Se ta kon sillit. Amanet, vetëm këtë poezi, tu a tregoni gjithë njerëzve të mi, për trandafilin tim, që do të lullëzojnë në çamëri. E atëherë për të përgatitur jo për këtë poezi, sa kohë ju duhet që të bëni prova, parafërsisht për para se të ngjiteni në skenë? Varet nga poezia, se sa është e gjatë, sa mire unë e kuptoj tekstin, por parafërsisht është një javë gjys 2. Mirë, atëherë rikthehemi edhe një herë tek profesoresha juaj Sidorela. Atëherë mund të na tregoni se çfarë dallon shpresën nga nxënësit e tjerë kur bëhet fjalë për interpretimin e poezisë? Diçka më të detajuar. Ajo që edhe pak më parë e thash është dëshira dhe vullneti i saj, në fakt, duke e lidh gjithmonë me talentin, sepse unë mendoj se të interpretosh duhet jo thjesht ta bësh që hajtë se po interpretoj një poezi dhe kaq mjafton, por është ajo pjesa që lidhet me shpirtënorën. Është ai interpretimi që, po e them së fundi, ishim edhe në garën në Nikšić dhe ajo ka interpretuar në gjuhën shqipe. Dhe mendoj që në çfarëdo lloj gjuhe që të interpretosh, fjalët, zëri, intonacioni e bëjnë të veçantë secilin që interpreton ose reciton. Dhe shpresa është vlerësuar, jo po flasim në lidhje konkret me poezin, por është vlerësuar pikërisht për interpretimin e veçantë të saj.
ka lënë një, po themi, mbresa tek pikërisht juria që ishin prezent dhe ka marrë edhe komplimente pa tjetër dhe besoj që kjo e bën të veçantë këtë që interpreton, por ashtu edhe unë e kam shumë herë më të lehtë ta marrë shpresën ose t'ja përshtasim, gjithmonë diskutojmë kur duam ta përzjedhim edhe pjesën e poezisë, sepse jo secilit, po flas nxënës që interpreton, i shkon se cila çdo lloj poezijet. Gjithmonë në këtë aspekt duhet jemi të kujdesshëm me përzjedhjen e poezisë. Dhe shpeshherë edhe në diskutim me nxënësen, apo e përzjedhim këtë, apo atë poezi, por gjithmonë kjo e gjen veten, e din se ku është më mirë dhe gjatë provave e besoj vendoset atëherë se ku ose cila është ajo që me të vërtet duhet dalin të para publiku ta interpretoj. Atëherë, ju keni 2 vite që jepni mësim shpresës, si është emocione, si janë emocionet e tuaja për suksesin e saj, pra sajnë ju krenare për shpresën, për duar trokitjet që ajo ka marrë gjatë eventeve, por edhe për falenderimet, sigurisht që ju kanë ardhur si profesoreshe gjuhës dhe letërsisë shqipe? Ajo që dua të them është se edhe pak më parë e thash edhe po i rikthehem, shpresa është pjesë e çdo aktiviteti të shkollës, edhe të festave të 28 nëntorit, të ditës ndërkombëtare të gjuhës amtare, të kryengritjes malësisë, çfarë do lloj aktiviteti dhe këto aktiviteti ka qenë pjesëmarrëse edhe nëpërmjet kolegëve që kanë dhënë gjuhën shqipe edhe që japin në këtë shkollë, kështu që për mua si mësimdhënëse e shpresës, normalisht se më bën të ndjehem e plotësuar dhe shumë krenare, sepse ndoshta nuk mund ta besoni, por në atë moment që del kjo në skenë, edhe unë as nuk mund ta përshkruaj, them dot me fjalë emocionin që e ndjej, ndoshta edhe më shumë se kjo, sepse qëndroj unë pasaj dhe dua normalisht kërkojmë gjithmonë maksimumin, kërkojmë gjithmonë më të mirën, por njeriu kur mundohet ta bëj një punë apo të merret me diçka, gjithmonë kërkon të bëj më të mirën. Kështu që edhe shpresa është nxënëse që e merr punën dhe e çon deri në fund. Për këtë edhe jam falendëruese sepse punon me vullnet të madh edhe ja ke dhënë punën e ketë të përfunduar nga ajo. Shumë mirë. Atëherë sipas jush, sepse sa jam në dijen ju, ju edhe shkruani, çfarë bën një interpretim poetik të suksesshëm? Teknika, emocioni, vargjet e ndërthurura apo lidhja që ka me tekstin? Duke qenë se poezitë janë një emocion i papërshkrueshëm, edhe është ndryshe ti lexosh, është ndryshe ti interpretosh. Është komplet diçka që ndoshta vetëm kur e dëgjon, të interpretuar mund ta japi atë emocionin edhe më të madh. Dhe çfarë e bën të veçantë një interpretim? Edhe shpeshherë edhe me shpresën diskutojmë kur ka ndonjë fjalë, për shembull siç ka qenë kjo poezia Anës Lumevi që ka fjalë edhe të vështira, sepse që të interpretohet bukur, duhet të kuptohet se cila fjalë e poezisë që interpretuesi apo recituesi ta përçojë atë mesazhin që ka dashur të thotë autori. Edhe ajo poezi ka një mesazh shumë të fortë, një mesazh të cilin besoj shpresa e ka çuar deri në atë pikën kulmante ku të jep atë emocionin e papërshkrueshëm me vargjet e Nolit. Dhe çka është e rëndësishme në interpretim është zëri, patjetër, po se po, është mënyra se si nxënësi arrin, po e them, ta përçoj atë fjalën e bukur të shkruar, por ashtu edhe mund të them edhe pjesa e uljes, ngritjes zërit, timbrit të zërit, aty ku duhet nëse ka revolt, duhet patjetër të ngresh zërin, nëse vjen edhe duke rënë zëri patjetër që fillon ajo heshtja, etj. Pra është pjesa gjithçka, domethënë në një recitim është gjithçka deri te interpretimi i bukur.
Besoj. Vërtet. Mirë, atëherë të kthehemi edhe një herë në zënësës shpresës, edhe të flasim pak edhe për 15 dhjetorin, pra që ishte së fundmi, ju paraqitet me interpretim në komunën e Tuzit. Mund të na thoni se si u erdhi ftesa dhe çfarë emocionesh ishin ato për ju? Ftesa më erdhi nga një punuese e komunës. Unë sigurisht që ndjeva me emocione, sepse ishte dita e çlirimit të Tuzit, ishte një publik i veçantë, isha krenare sepse unë u përgjella nga të gjithë nxënësit e tjerë, përgjella unë. Aratisur, syrzënosur, raskapitur, e kadosur, po vajtoj pa fund, pa shpresë, hanës elbës, hanës presë. Ku e lam, e ku në mbeti, vaj vatani e mjerë mileti, hanës detit i palar, hanës dritës i papar, pranë sofrës i pan gren, pranë dijës i pan zen, lakuris i dregosur, trupe shpirti sakatosur. Se që shemlet e rbederet, mercenarët e bjeleret, se që shtypne e pangjit, se që shtryllne e fajdegjit, se që prene, se që vranë, që shkretuan anën banë, në tundrën e përlunës, anës fjosës, anës punës. Qiren, ditëm, i vrerosur, arratosur, sakatosur, as i gjalla, si varrosur. Pres një shenjë, e pres një dritë, pres me vjetë, e pres me ditë, se që tera, se që mbaka, se që qora, se që mbaka, larkë prej vatrës, dhe prej punës, anës rinit, anës tunës. Qakerdisur, mbaterdisur, perpelitur, ezalisur, ndëroj pa fund, pa shpresë, anës elbës, anës presë. Lënjë zëvën ngon nga lumi, me buqet me zën nga gjumi, se Mileti po gaditet, se Tirani lepetitet, se pelcet kërcet furduna, pryhet vjosa derlët buna, skuqet seman i ladrini, ndrillot behu lë zënzini, se pas vdekjes, ndriti jeta, lë kudo zemon trëmbeta, ngrehun, i lëpjerun, i korni, shtypni, ka të ndare punëtor, që nga Shkodra dzërë në Vlorë. Ky laq e ky kushtrim, me bëndjal, e me bëndtrim, me forcë, me shpresë, anës elbës, anës presë. Aratisur, syrgjënosur, raskapitur, e kadosur, brohoras, me besë e shpresë, anës elbës, anës presë. Po, në fakt ishte një interpretim shumë i bukur, sepse kemi patur kënaqësinë që ta ndjekim edhe me kamerën tonë dhe sigurisht që të urojmë edhe suksese. Atëherë do të ndalemi tek një tjetër pyetje. A ka ndonjë vjersh ose autor shqiptar që ti e ke më afër zemrës dhe pse? Pra që të pëlqen më së shumti poezia, krijimtaria e këtij autori? Një nga autorët tim të preferuar është Ismail Kadarea, me pëlqejnë veprat e tij, po ashtu edhe romanet e tij. Atëherë nëse do të veçoje ndonjë poet që është si më i mirë ose ndonjë poezi, cila do të ishte ajo? Do të ishte Mixheni, shumë më pëlqejnë veprat e tij, ndjej shumë si një lidhje veçantë kur i lexoj poezitë e tij, po edhe kur i interpretoj. Shumë mirë. Atëherë do të pyes edhe në lidhje me mbështetjen primare që ke ti nga Sidorela. Sa është e rëndësishme për ty mbështetja e saj dhe sa është ajo kritikuese ndaj teje? Mbështetja e saj është shumë e rëndësishme për mua. Interpretimi dhe puna për këtë është shumë e lehtë me anën e saj. Kritikat e saj po janë, por mendoj se të gjitha i marrë me kuptim. Mundohemi të bëjmë më të mirë në gjithmonë. Kjo është pjesa që të dalim sa më mirë shpresa dhe të vlerësohet, kuptohet edhe interpretimi i saj.
Mirë, atëherë, le të flasim pak edhe projektet nëse keni për të ardhmen, nëse do të bëhet ndonjë aktivitet tjetër nga shkolla juaj, ose nëse do të jeni pjesëmarrës në ndonjë event ose gara tjera, tani brenda këtij vitit, por sigurisht edhe pse jo në vitin e ardhshëm. Mendoj se sa i përket këtij përfundimit, po flasim të vitit 2025, kemi pasur mjaft aktivitete dhe mendoj që e kemi mbyllur me sukses këtë vit. Shpresojmë t'ja fillojmë mbar vitin 2026, patjetër që kemi në plan edhe aktivitete tjera që janë pjesa aktivit të gjuhës shqipe dhe së shpejti në shkurt që është dita e gjuhës amtare, dita ndërkombëtare, pra e gjuhës amtare, dhe vazhdojmë pastaj me aktivitetet e tjera të cilat do t'jenë deri në fundin e vitit shkollor. Por për momentin besoj që e kemi mbyllur këtë vit. Mirë, atëherë dhe një pyetje të fundit, çfarë bëni ju që të stimuloni nxënësit në mënyrë që ata të mësojnë sa më shumë gjuhën e bukur shqipe dhe letërsinë mbi të gjitha? Them të drejtën, stimuli. Mund të them që ta ndërlidh përsëri këtë pjesën e mësimdhënësit të letërsisë, i cili mendoj që është një ndër mësimdhënësit më të afërt me nxënësit. Duke qenë se letërsia është një ndër lëndët që lidhet pothuajse me të gjitha fushat e tjera, edhe me të gjitha lëndët e tjera, edhe me gjeografinë, edhe me historinë, edhe me muzikën, me çfarëdo lloj arti. Dhe mendoj që ne duhet jemi jo vetëm shembull, por mendoj që duhet të mundohemi të japim atë mesazhin e bukur që ka secila vepër letrare, duke lidhur me realitetin dhe me çfarëdo lloj aspekti tjetër. Besoj se letërsia është ai arti arti veçantë që na lidh me të gjitha ndjenjat, me të bukurën, ndoshta edhe me vuajtjen, me gëzimin, me dashurinë, me hidhërimin, me padrejtësitë. Pra, edhe mendoj që nxënësi duhet jeti përgatitur për jetën në këtë aspekt. Dhe duke interpretuar, duke shpjeguar para tyne, besoj që edhe ata duhet ta kenë konceptin se çfarë se jeta nuk është vetëm fush me lule. Pra, këtë përcjell edhe letërsia nëpërmjet autorëve, sepse të gjitha ato vargjet pafundme që ka letërsia, të gjitha ato romane, të gjitha ato vepra letrare, janë të jetuara nga ato poet, nga ata shkrimtar, të cilët nëpërmjet tyre kanë rrëfyer jetën, çdo në çfarëdo lloj aspekti. Dhe besoj që ne jemi, pra po them, ne mësimdhënësit e letërsisë, duhet jemi aty për të transmetuar sa më bukur fjalën e shkruar, artin e letërsisë. Një mesazh shumë i bukur ky për të gjithë nxënësit. Atëherë një pyetje të fundit edhe për shpresën, shpresa ku është ti vete në të ardhmen? Do të vazhdosh të jesh interpretuese akoma më e mirë dhe sigurisht nëse keni dëshirë të falenderoni dikë nëpërmjet kameras tonë. Unë të ardhmen e shikoj veten të jem një pjesëmarrëse e garavella më të mëdha. Unë doja ta falenderoja përmes kameras familjen time për të gjithë mbështetjen që më kanë japur, po ashtu edhe arsimtarën e gjuhës shqipe, edhe arsimtarët tjerë të cilët i kisha mundësi i kisha mentor në të kaluamin. Shumë mirë. Mirë, atëherë, unë falenderoj shumë të dyjave, faleminderit edhe që na pritet këto në ambientet e shkollës këtu në bibliotekë, pra një hapësirë tamam e përshtatur për letërsinë, dhe ju uroj shumë suksese në rrugtimin tuaj. Faleminderit që ishit me ne. Ishte kënaqësi, gjithashtu të falenderojmë edhe ty dhe suksese në punën në vazhdim. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët, së bashku ritakohemi në intervistat e radhës. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.